Faleminderit Ola, vazhdoj të jem këtu në vilën 24 pas të rejave më të fundit nga politika shqiptare. Rikthehemi përsëri aktualitetit dhe normalitetit. Jam këtu përsëri me doktorin obstetër ginekolog Arbena Gjyseni, ishën duke prekur një nga patologjitë që nuk haset shumë shpesh, por haset rrallë, siç është endometrioza. Folëm për shkaqet, për shenjat dhe tek këto do të vazhdojmë derisa të kalojmë në pjesët e tjera. Përveç atyre që ju thanë më sipër, një nga shenjat e endometriozës, përveç dhimbjes fort, është edhe menometrorragjia, domethënë hemorragjia vaginale, e cila shkaktohet në një pjesë të rasteve nga endometrioza dhe korrigjohet vetëm duke korrigjuar endometriozën. Endometrioza haset në rreth 80% të rasteve në gradë që vujnë nga dhimbje genitale kronike, ose dhimbje pelvike kronike, si quhet në literaturën botërore. Çdo grua që ka dhimbje pelvike kronike duhet të vizitohet dhe mjeku duhet të shkojë ndërmend që një nga mundësitë më të shpeshta për shkaktimin e këtyre dhimbjeve kronike pelvike është endometrioza. Në gradë që kanë dhimbje kronike pelvike, në 80% të tyre shkaktohen nga endometrioza. Në fakt, çfarë është kjo lloj dhimbje që ta sqaroj? Domethënë, dhimbje e fortë. Dhimbje të forta, po. Në fund të barkut, që reflektohen me dhimbje mesi, që nuk e lejojnë gruan të kryejë aktivitetin jetësor normal, dhe që përsëriten dhe ka raste që edhe vinë duke ushtu. Po. Pra, këto shenja duhet ta bëjë mjekun të dyshojë. Të dyshojë dhe pacientin e detyrojnë që të shkojë ke mjeku dhe mjeku duhet dyshojë për endometriozë. Tash pjesa tjetër, diagnostikimi i endometriozës, domethënë dallimi si patologji nga patologjitë e tjera, është i vështirë. Diagnostikim mund të ndihmon në diagnostikim anaklinike, domethënë shenjat që ka pacienti. Çdo herë që një pacient femër në periudhën e fertilitetit, domethënë në periudhën që ka zakone, sidomos në moshën 25 deri në 40 ca vjeç, shfaq dhimbje të forta që përsëriten her pas here, mjeku duhet të shkojë në mend për endometriozë. Domethënë dyshohet endometrioza në këtë rast. Duhet ta marrë në konsiderat edhe këtë pjesë. Duhet ta di, ta njohë patologjinë dhe ta dyshojë. Në rast se dyshohet kjo patologji, duhet shifet nëpërmjet ekografisë ose skanerit, duhet të shifen masat e endometriozës, sepse endometrioza nga ana anatomike është si një kokër, si një nodus, në mallësi të ndryshme dhe pikërisht kjo e shkakton shqetësimin. Duhet të kërkohet për vërtetimin e diagnozës, duhet të kërkohet ekografikisht ose me skaner këto noduse që shkaktohen nga endometrioza, por nëpërmjet ekografisë ose skanerit asnjëherë nuk vendoset diagnoza e sigurt. Pra nuk Po është prap dyshohet. E vetmja metodë që e përcakton me siguri diagnozën është laparoskopia diagnostike. Është edhe laparotomia që hapet barku, por laparoskopia është si metodë më e avantazhume që nuk të invalidizon. Që invalidizon shumë pak, që është një kirurgji mini-invazive. Sot bota e zhvilluar diagnostikon endometriozën nëpërmjet laparoskopisë dhe është e vetmja mënyrë diagnostikuese e endometriozës. Domethënë nëpërmjet laparoskopisë diagnostike, nëpërmjet një tubi që është shef dhe ndriçon nga brenda kavitetin abdominal, shifen noduset, ato kokrat e endometriozës dhe vetëm në këtë mënyrë vëhet diagnoza. Në qoftë se nëpërmjet laparoskopisë vërtetohet diagnoza e dyshuar nga klinika, nga skaneri, nga ekografia, atëherë vërtetohet që ka endometriozë. Trajtimi i endometriozës është i disa formësh. Ka trajtim medikamentos, domethënë me ilaçe, dhe ka trajtim kirurgjikal. Në përgjithësi në format e rënda të endometriozës, preferohet trajtimi kirurgjikal. Ai është më i garantuar, më i sigurt apo më i saktë? Është më i shpejtë, më i saktë, më pa fenomena anësore, vetëm se do një kualifikim shumë të lartë laparoskopistit, sidomos i cili bën kirurgjinë laparoskopike, sidomos në fazat e rënda, në fazat e endometriozës së shkallës së tretë, që quhet, kur endometrioza
përveç vendosis në këto vende tipike që thamë, implikon dhe organet për rreth uterusit, për shembull futet në vezikën urinare, futet në rektum, dhe është një kirurgji që kërkon një specializim të madh, një kualifikim të madh të kirurgut. Mjekimi medikamentos, domethënë mjekimi me ilaçe, përfshin të gjitha ilaçet që përdoren për qetësimin e dhimbjeve. Duke filluar nga ilaçet e thjeshta, që janë paracetamol, janë aulina, dhe çdo lloj ilaçi tjetër që qetëson dhimbjen që pacienti mund ta gjejë në tregun shqiptar. Një tip i dytë i qetësimit të dhimbjeve të endometriozës është dhe mjekimi hormonal. Mjekimi hormonal e zvoglon atë nodusin, sepse e ul prodhimin e progesteronit dhe estrogenit në organizmin e gruas. Dhe duke ul prodhimin e hormoneve femërore, e zvoglon nodusin e endometriozës. Për këtë qëllim përdoren kontraceptivët oral, që janë në qarkullim, mund përdoret progesteroni në gjitha format e veta. Gjithashtu, një grup tjetër i medikamenteve që përdoret për qetësimin me ilaçe të endometriozës është dhe danazoli. Danazoli është një preparat hormonal maskullor, i cili kundërshton veprimin e estrogenit, që vepron në zmadhimin e shtresës e endometriozës, pra në shtimin e shqetësimeve. Pra thjesht e minimizon këto shqetësime. Në format e lehta, ka efekt mjekimi me medikamente, mjekimi terapeutik, me ilaçe. Kurse në format e rënda, në përgjithësi, mjekimi me ilaçe nuk ka efekt të plot, mund të ketë efekt të pjesëm, por nuk arrin efektin që të lehtësoj gjendjen e gruas dhe ta bëj atë të aftë të jetojë normalisht. Kështu që një pjesë e këtyre rasteve, sidomos në format e rënda të endometriozës, i drejtohen kirurgjisë. Pra forma kirurgjikale është më avancuar, më e sigurt. Është më e sigurt, sidomos në rastet që janë të formës tretë, në rastet e zhvilluara të endometriozës. Kirurgjia laparoskopike konsiston në heqjen e kokrave të endometriozës. Në qoftë se shihet gjatë kirurgjisë, endometrioza shfaqet në formën e disa noduseve, e thënë shqip në formën e disa kokrave, që në brendësi kanë endometriumin, domethënë pikërisht shtresën e mbrendshme të mitrës, e cila normalisht nuk duhet të ndodhet në atë vend. Dhe këto kokrat mund të ndodhen në ovar, në vezore, në tuba, mund të kenë kontakt me vezikën, ose mund të depërtojnë në murin e vezikës, mund të depërtojnë edhe në murin e zorës trashë. Dhe në këto raste, kur ka depërtim të tillë, ana klinike është, për shembull, kur gruaja që ka endometriozë gjatë defekimit ka dhimbje shumë. Pikërisht në arsye sepse endometrioza ka depërtuar në murin e zorës trashë. Kirurgjia konsiston në heqjen e këtyre noduseve, në formën e rëndë të endometriozës, kur janë të implikuara dhe organet përreth. Kirurgjia duhet të arrijë që të heqë dhe një pjesë të organit të interesuar, të prekur. Domethënë, kur depërton në vezikën urinare, duhet hiqet. Doktor, duke qenë se shikoj që kohën e kemi në fund, edhe një kuriozitet tjetër besoj edhe nga shikuesit tanë. Ne në emisionet e kaluara kemi folur edhe për kancerin e endometriumit. Ekziston një lidhje midis këtyre të dyjave? Nuk ka lidhje shkaktësore, po ka lidhje statistikore. Është konstatuar që në rastin e endometriozës, probabiliteti mundësia për të pasur kancer të endometriumit është më i madh. Dhe kjo është dhe një nga arsyet që endometrioza duhet të diagnostikohet në kohë, dhe përveç endometriozës, mjeku duhet të shkojnë në mendje dhe për probabilitetin e rritur të kancerit të endometriumit në rastet e grave që kanë endometriozë, sidomos të rëndë, dhe marrjen e masave diagnostikuese që në qoftë se ekziston dhe një patologji shtesë që mund të jetë kanceri endometriumit, duhet të diagnostikohet sa më herët, sepse kanceri endometriumit ka një specifik shumë interesante, sa më herët të diagnostikohet, aq më pa pasojë kalon për pacientin që e ka. Dhe biles në qoftë se diagnostikohet në formën in situ, bëhet histerektomia
dhe pacienti nuk i kërcënohet jeta. Kurse në qoftë Prej paraprihet. Po, kurse në qoftë se diagnostikohet vonë, atëherë është paraqet problem serios për jetën e pacientit. Kështu që mjeku sa herë që dyshon për endometriozë, duhet ta vërtetojë nëpërmjet laparoskopisë dhe duhet të studiojë dhe mundësinë e ekzistencës së një kanceri të endometriumit dhe të bëjë gjithë procedurat diagnostike për ta përjashtuar ose jo diagnozën. Doktor, sot kemi pasur një argument të rëndësishëm, besoj që thamë ato gjërat kryesore, pasi patëm dhe një ndërprerje nga informacioni. Unë ju falenderit që ishit këtu, ju pres përsëri në Vilën 24, se ky ishte vetëm takimi ynë i parë për 2011 apo jo. Edhe unë ju falenderoj si televizion që kërkoni të informoni teleshikuesit për gjendjen shëndetësore. Faleminderit dhe punë të mbarë. Miq të dashur, këtu do ta përfundojmë në fakt hapësirë në Vilën 24, pasi ju e dini që çdo ditë të mërkurë hapësira e fundit në Vilën toni përket art shopping që drejtohet nga kritiku dhe artisti Abaz Hado. Kështu që bashkë do të shihemi nesër në orën 8:30 me lajmet e para të ditës. Për sot bashkë mirupafshim.